Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Nëse keni udhëtuar ndonjëherë me avion dhe pas fluturimit jeni ndjerë të lodhur, të fryrë apo me ndjesi të çuditshme në trup, nuk jeni vetëm. Sot do të flasim për çfarë ndodh realisht me trupin tuaj gjatë një fluturimi dhe pse ndonjëherë ndiheni ndryshe kur zbret në tokë. Fluturimi është një përvojë shumë interesante për trupin. Në pak minuta kalojmë nga niveli i detit në një lartësi prej mbi 10.000 metrash. Dhe megjithse brenda kabinës ajri është i kontrolluar, ai nuk është si ai që thithim në tokë. Presioni i ajrit është më i ulët, ajri më i thatë dhe hapësira ngushtë. Të gjitha këto ndikojnë në mënyrën që ndonjëherë as nuk i vëmë re. Së pari le ta nisim me ajrin në kabinë. Gjatë fluturimit, presioni i brendshëm i kabinës është i njëjtë me atë që ndjejmë në një lartësi prej 2000 deri në 2500 metra mbi nivelin e detit. Kjo do të thotë se oksigjeni që marrim në gjofrymarrje është pak më i ulët. Për shumicën e njerëzve kjo nuk shkakton probleme, por mund të ndiheni pak më të lodhur ose të përgjumur, sepse trupi merr më pak oksigjen se zakonisht. Pika e dytë, ajri i thatë. Ajri brenda avionit ka vetëm 10 deri në 20% lagështi, shumë më pak se në mjedisin normal. Kjo është arsyeja pse gjatë fluturimit ndjeni gojën e thatë, lëkurën që tërheq dhe ndonjëherë syqet djegën. Nëse përdorni lente kontakti ose nuk pini mjaft ujë, efekti bëhet edhe më i fortë. Prandaj hidratimi është qelsi. Pini ujë gjatë fluturimit dhe shmangni alkoolin dhe kafein, sepse ato dehidratojnë trupin edhe më shumë. Një tjetër ndryshim i zakonshëm është fryerja dhe ndjesia e rëndesës në trup. Kur jemi ulur për shumë orë dhe presioni është më i ulët, gjaku qarkullon më ngadalë. Kjo ndikon që këmbët mund të fryhen, madje mund të ndiheni sikur rrobat ju shtrëngojnë më shumë se zakonisht. Gjithashtu, ajri në stomak dhe zorë zgjerohet. Prandaj ndonjëherë ndjeni fryrje abdominale ose gatra gjatë fluturimit. Por kjo është krejt normale. Mund ta lehtësoni duke lëvizur këmbët her pas here, duke u ngritur për të ecur në korridor dhe duke shmangur ushqimet shumë të rënda para udhëtimit. Edhe veshët dhe sinuset preken nga ndryshimi i presionit. Kur avioni ngrihet ose ulet, presioni në kabinë ndryshon shpejt dhe kjo bllokon kanalin që lidh veshin me hundën. Kjo do të thotë që veshët bllokohen, dëgjoni zhurmë ose ndjeni presion. Për ta lehtësuar mund të përtypni diçka, të pini ujë me gëllënka të vogla ose të përtypni çamçakës. Këto ndihmojnë në hapjen e kanaleve të ajrit. Një tjetër ndryshim që shumë njerëz nuk e mendojnë është efekti i lartësisë dhe shija dhe nuhatja. Studimet tregojnë se në ajrin e thatë dhe me presion më të ulët, ndjesia e shijes zvogëlohet rreth 30%. Kjo është arsyeja pse ushqimi në avion shpesh na duket pa shije ose më ndryshe se zakonisht. Kompanitë ajrore shpesh shtojnë më shumë grip ose erza për ta kompenzuar këtë humbje të ndjesisë. Pastaj vjen lodhja. Kjo ndodh kur udhtojmë përtej zonave të ndryshme kohore dhe ora jone e brendshme e quajtur cirkadiane humb sinkronin me orën lokale. Prandaj ndonjëherë ndiheni sikur është dita në mbrëmje ose anasjelltas. Për ta lehtësuar mundohuni të përshtateni me orarin e vendit ku po shkoni që një ditë më parë. Dhe gjatë fluturimit mos qëndroni të ulur gjithë kohën. Lëvizja dhe hidratimi ndihmojnë shumë në ruajtjen e energjisë. Gjithashtu mos e nënvlerësoni ndryshimin emocional gjatë fluturimeve të gjata. Mungesa e lëvizjes, gjumi i prishur dhe dehidrimi mund të ndikojnë në humor. Njerëzit shpesh ndihen më të ndjeshëm, më të irrituar ose më të trishtuar pas udhëtimeve të gjata. Dhe kjo është normale. Thjesht trupi po përshtatet me ndryshimet fizike dhe psikologjike. Pra çfarë mund të bëni që të ndiheni më mirë gjatë dhe pas fluturimeve? Mbani me veti një shishe ujë dhe pini shpesh. Lëvizni këmbët ose bëni disa ushtrime të vogla gjatë uljes. Hani lehtë para udhëtimit, shmangni alkoolin dhe përpiquni të bëni pak gjumë gjatë fluturimit, sidomos nëse është i gjatë. Edhe nëse lëkura ju thahet, përdorni një krem hidratues ose sprej me ujë termal për fytyrën. Fluturimi është një eksperiencë e manitshme për mendjen, por edhe një sfidë e vogël për trupin. Ajri i thatë, presioni i ndryshuar dhe lëvizja e kufizuar janë arsyet që ndonjëherë ndiheni të lodhur pas udhëtimit. Por me pak kujdes, ujë, lëvizje dhe ushqim të lehtë, trupi përshtatet shpejt dhe ju ndihmon të shijoni udhëtimin me energji dhe qetësi. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.